Jemi këthyre sërish në studio me lajm fundit SPAK thret nesër në orën 10 Ilir Metën për dhënë deklarime për 21 janarin. Meta shkërkuar vetë, ka kërkuar vetë t'japë deklarime për këtë çështje në cilësinë e personit që ka djeni. Pra Ilir Meta nga 313 do të shkojë nesër në ambientet e SPAK për të dhënë deklarime për 21 janarin. Dhe për të folur, kam fatin ta kem për të folur për tjera zhvillime, por për këtë lajm të fundit kam kënaqësi të kem ish prokurori dhe avokatin Ervin Karanja. Ervin, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit që bashkove. Përshëndetje. Fakt është fatë të kisha edhe vetë kishim kërkuar këtë zhvillim, nuk do na kisha rënë, sepse ti e njeh shumë mirë 21 janarin si dosje. Ilir Meta ka kërkuar vetë të dëshmojë, është pranuar kërkesa nga SPAK. Do të shpesh kur dikush kërkon të dëshmojë prokuroria ta thrasë si procedurë kjo njerë. Pa nëse unë shfaqit e rejë se duhet të flasë për një çështje caktuar, qofsha edhe personën e tim edhe në burg. Tani, në djenin që kemi parë nga ato që kanë rrjedhë në media, ish presidenti zoti Ilir Meta ka bërë një kërkesë SPAK-ut, prokurorit çështjes Shehu, ku i kërkon të pyetet për ngjarjet e 21 janarit. Është korrekte, direktor? Është korrekte. Tani, kërkesa duhet të jetë e arsyetuar. Kuptimi ka qenë e arsyetuar dhe konkretisht çfarë di. Sepse, domethënë, nesër... Do vjen flas për... Çfarë flitet publikës gjë tjetër. Ti duhet kesh. Pra ti duhet të kesh... Një sekond, Ervin, ndjesim në për të saktuar. Pra, zoti Ilir Meta, kur ka bërë kërkesën, ka thënë, unë Ilir Meta kam informacione për këtë gjë. Nuk mund të thotë unë do vi dëshmoj për 21 janarin, jo. Ai do e ka seruar Pra pozicionin. ka dhënë ca indicje që... Sepse edhe prokurori do ta e ka shikuar, domethënë ka verifikuar kërkesën e zotit Meta dhe ka konstatuar që ka dhëna për ngjarjen e 21 janarit. Dhe ky është një hap pozitiv, domethënë që çështja e 21 janarit po merret seriozisht nga ana e SPAK-ut. Zoti Ilir Meta duhet të saksojmë diçka. Ka qenë në kohën e ngjarjes, ka qenë ish ministër. Po. E dyta, zoti Meta ka qenë ish president. Por jo në kohën e ngjarjes. Jo në kohën e ngjarjes, më pas, por pavarësisht saj, për shkak të pozicionit, mund të ketë dhe informacion për të dhëna konfidenciale për shkak të pozicionit i ndoshta. Një sekund, për të saksuar të. Pra ti thua që Ilir Meta në cilësinë e presidentit, edhe pse ka ngjarje ka ndodhur 6-7 vite përpara se zgjidhjes, mund të ketë marrë informacione? Ka akses siç kanë dhe gjithë, domethënë sepse është vendi është kryetari i Këshillit Kombëtar, pra domethënë të sigurisë. Dhe në këto kushte, prokurori e ka vlerësuar se zoti Ilir Meta ka dhëna lidhje me faktin, pra me ngjarjen e 21 janarit. Duhet kemi parasysh që pyetet me cilësinë e dëshmitarit, pyetet para prokurorit ose oficerit policisë gjyqësore të SPAK-ut, ka detyrimin që para pyetjes të thotë vërtetën, sepse do pyetet, domethënë para se të merren pyetjet, para se të filloj detyrimi, i thuhet formula e betimit, se në rast se nuk thotë të vërtetën, ka përgjegjësi ligjore. Është neni përkatës i kodit penal. Mendoj, fati që prokurori ka çmuar se duhet pyetur shtetasi Ilir Meta, atëherë ky ka dhëna lidhje me faktin dhe tregon seriozitetin e SPAK-ut që për këtë çështje. Ervin, duke qenë se ti e njeh këtë çështje ke hetuar një pjesë të saj, fillimin e saj ke qenë edhe më pas more me organizatorët. Mendon që ka pesh dëshmi Ilir Metës? Po të pyes si ish prokuror tashmë, jo si avokat. Parasysh Për nëse do ishte Ilir do ta Meta thrisë Ilir Metën për dëshmuar? Ilir Meta